Ka pasur një, po themi, rivalitet mes Gjestit dhe Jozit në postime të makinave. Pra ishte, po themi, Gjesti që postoi një foto nga Lamborghini dhe ishte Jozi që postoi përsëri një foto nga një Lamborghini. Si e shikoni këtë rivalitetin mes tyre? A mendoni që ende nuk ka mbaruar Big Brother për Gjestin dhe për Jozin, pra për rivalitetin? Nga ana e Gjestit, me thënë drejtën, nuk e shoh rivalitet, sepse Gjesti po të kishte bërë diçka që të ishte hakmerur ndaj Jozit, me ndonjë padi apo me ndonjë gjë tjetër do ta kishte bërë. Unë mendoj që Gjesti e ka mbyllur këtë kapitullin krejtësisht, por thjesht Gjesti tashmë jeton këtë ëndrrën e madhe. Më dëgjoj, domethënë duhet të jesh artist, të kesh ëndër kaq të madhe për ta kuptuar se çfarë po jeton Gjesti. Gjesti nuk është si Luizi, nuk është si Egla, nuk është si Ilir Shaqiri që ka prekur në skena gjigante, që ka prekur në arritje të mëdha. Domethënë Gjesti ka bërë disa këngë të cilat janë bërë hit për një kohë të shkurtër dhe ka patur ato koncertet e vogla që i ka patur nëpër Kosovë. Dhe jo më kot ishte mikrofoni i art, surpriza që u bën nga vllau i madh natën e finales dhe ngjitja në atë skenë gjigante dhe nëpër të gjitha skena që Gjesti do të ngjitet me këtë menaxhim që ka, me këtë jetë që po bën tani, ka qenë ëndra e madhe e Gjestit. Dhe unë jam shumë i bindur që Gjesti e ka harruar pjesën me Jozin krejtësisht. Gjesti tash po fluturon dhe po jeton në këtë jetën e të qenurit ylli shqiptar. Ndërsa Jozi është e kundërta, Jozi ndoshta edhe ka kuptuar gabimin të cilin e ka bërë, por është kjo egoja e madhe me veten që nuk e toleron që të kërkon falje, që unë kam thënë e bukura do të ishte që të shkon të kërkon falje, ta përçafon Gjestin se në fund të ditës Zoti falën mëkatet më të mëdha e s'do fal ka Gjesti Jozin. Por unë mendoj që Jozi mundohet në këto lloj formash që të arrihet të provokoj, të merr vëmendje, të bëhet viral në rrjetet sociale dhe ky është qëllimi i Jozit. Ndërsa Gjesti jam shumë i bindur që nuk e ka bërë në asnjë mënyrë për të provokuar Jozin, thjesht Gjesti po e shijon çdo ditë suksesin e tij dhe po e gëzon këtë suksesin si një gjë që vetëm ai e di shpirtërisht se sa është lutur dhe sa është përqëruar në gjunjë për këtë ditë që është sot. Tiron në informacionet që ke, duke qenë se je marrë shumë, po themi, me lëvizjet, me dinamikat e Big Brotherit, por edhe pas mbylljes së Big Brotherit. A ka pasur një vizitë të Gjestit dhe Eglit në familjen e Gjestit në Pel? Gjesti ka shkuar në Pavlan, ka shkuar i vetëm, edhe është më se normale që të shkoj i vetëm. Ai ka vizituar familjen e tij për një afat kohor shumë të shkurtër, domethënë thjesht ka shkuar në shtëpinë e tij për të vizituar pas 7 muajsh. Unë mendoj që nuk është e rrugës edhe nuk është akoma koha që Egli do të shkonte me Gjestin në Pavlan. Ka patur shumë reagime për këtë faktin pse Egli nuk shkoi, nuk e do familja, janë kundër Eglit. Unë nuk e mendoj kështu. Unë mendoj që Gjesti e kishte të nevojshme një herë të shkon të takon familjarët e tij dhe nga të gjithë fotografitë të cilat janë bërë virale në rrjetet sociale, Gjesti ka takuar familjen më të ngushtë që nuk kupton prindërit, xhaxhallarët, dajallarët, hallat, çfarë ka familja në Pavlan, të cilët kanë shkuar ta përqafojnë dhe ta presin në shtëpinë e tij. Dhe Gjesti dhe Egli akoma nuk kanë zyrtarizuar çdo gjë. Unë mendoj që atyre u duhet akoma kohë për ta njohur njëri tjetrin, për t'i dhënë hapësirë njëri tjetrit dhe më pas për të vendosur për momente kaq të mrekullueshme, por edhe momente që nuk ndryshohen shumë në jetë. Dhe mendoj që Gjesti ka bërë shumë bukur sepse për afat kohor shumë të shkurtër, duke e ditur dhe angazhimet që ka në Shqipëri, sepse Gjesti udhtoi natën e së hënës dhe u kthye ditën e së martës, ku automatikisht të mërkurën kishte xhirimin në Portokalli dhe vazhdojnë angazhimet e tjera që sonte ka dhe koncertin apo mbrëmjen në Tiranë, domethënë nuk ka patur kohë që edhe të çmallet siç duhet me familjen e tij dhe mendoj që ka qenë një vizitë shumë e shkurtë, thjesht për të hequr atë mallin dhe për të vizituar shtëpinë, po qoftë edhe për të marrë në diçka sepse ju e dini shumë bukur që deri në ditën kur Gjesti ka ikur në Pavlan nuk e kishte as telefonin me vete që të shehë se çfarë bëhet për të. Domethënë Gjesti akoma po përballet me realitetin që nuk e ka pas imagjinuar se çfarë po ndodhen jashtë. Ndërsa sa për Eglin, nuk më duket gjë e madhe që nuk ka qenë në vizitë te familja e Gjestit, sepse mendoj që është akoma shumë herët për t'i bërë këto gjëra. Tiron rrjeti ka zier rreth një lajmi që thuhet që
Egli ka hequr nga follow motrën e Gjestit. Sa i vërtet është ky lajm dhe a shikoni një ngëç në raportin e Eglit me familjen e Gjestit? Tani motra e Gjestit, Blerina, me sa e di unë respekt të veçantë për të, sepse pa dashur u bë pjesë e këtyre thashë themeve të publikut, me sa e di unë ajo kohën e fundit ka hapur Instagramin, më shumë ka qenë aktive në TikTok, Instagram nuk ka patur, edhe Instagramin nuk e përdorën me fotografi personale diçka, por e përdorën thjesht me story dhe me reelsa në mbështetje të Gjestit. Tani, edhe në qoftë se e ka hequr Egli nga Instagrami, besoj që ka bërë një veprim shumë të shpejtë, unë mendoj çdo motër për vllaun është pak xheloze, dhe në këtë rast Blerina duket që është pak xheloze, sheh pak me egoizëm Gjestin, pa marrë parasysh sa kundër mund të jenë familjarët, historitë e dashurive të Big Brotherit kanë dëshmuar që në qoftë se Gjesti e do përzemërsisht dhe i qëndron besnik asaj fjalës që tha në intervistën që kishte me Ronaldo Sharkën me njëherë pas përfundimit të Big Brotherit, që Ronaldo ja pyetën nëse je i dashuruar dhe Gjesti tha jam i dashuruar dhe i qëndron asaj fjalë, unë mendoj që nuk ka gjë në botë që Gjesti mund ta ndaloj dhe familja avash avash mund ta duar troket këtë dashurin, edhe pse Egli u soll shumë mirë me familjen e tij. Por situata të këtilla edhe mund të ndodhin, nuk ka një fakt që Blerina e ka ndjekur Eglin në Instagram dhe nuk ka një fakt që Egli e ka ndjekur Blerinën në Instagram. Thashë themet janë që Blerina e ka hequr Eglin në momentin kur Egli ka hyrë për herë të dytë në Big Brother. Atëherë Blerina nuk ka patur Instagram, Blerina e ka hapur Instagramin duke qenë Egli për herë të dytë në shtëpinë e Big Brotherit. Domethënë kjo mund të rezulton një lajm i rem, por gjithsesi nuk ka një fakt të bazuar për këtë që po flitet. Ndoshta tani nga që po bëjnë këtë kërkimin dhe po e shohin që nuk e ka Egli në Instagram, po hamencojnë në këtë formë. Gjesti dje e ka bërë follow Blerina në Instagram motrën e tij, që kjo nuk kupton që Blerina nuk ka përdorur Instagram më herët. Tiron ka pas një reagim shumë të fortë të Laertit në një intervistë për Top Channel duke artikuluar që fitoi Big Brother i një analfabet funksional dhe po themi epitetet të tjera shumë të rënda ndaj Gjestit. Si e i konsideroni këtë reagim? Kjo është e turpshme. Për mendimin tim, është e turpshme nga një personazh si Laerti me atë linjë të jetës, me atë sukses që na tregoi. Unë nuk e pash Laertin duke folur, unë e pash njeriu tjetër, atë njeriu që ne ndonjëherë kemi në veten tonë, që është ai xhelozi, egoisti, ai që uren, dhe këtë njeri pash unë. Reagimin e Laertit unë e kam parë që në natën kur Ledion Liço foli apo tha emrin e banorit i cili duhet të lërë shtëpinë, dhe Laerti nuk e priti fare mirë këtë gjë, nuk e duartrokiti fare Gjestin. Okej, Laerti thotë që ka fituar analfabeti, ka fituar i pashkolluari, ka fituar një njeri i cili nuk ka dhënë asnjëri aty brenda. Unë mendoj që Big Brother është një reality show dhe nuk ka nevojë vetëm për Shakespeare, nuk ka nevojë vetëm për fjalë madhore, po ka nevojë për strategji. Dhe Gjesti kishte strategjinë më të bukur aty brenda, po që të kesh dëgjuar intervistën e Gjestit dhe atë që unë e kam folur gjithmonë që Gjesti është krejtësisht tjetër gjë në realitet. Gjesti tha shumë bukur që unë hyra në Big Brother, e studiova lojën, e pash se ato janë personazhe që me dy fjalë acarohen dhe nuk mund ta durojnë lojën, edhe qëllimi im ishte t'i nxjerr ato me zarftësi, domethënë Gjesti ka patur një strategji që në ditën e parë kur ka hyrë. E kundërta, Laerti nuk ka patur fare strategji, Laerti kishte hyrë me një qëllim që dua të shpëtoj banesën time, në rregull, okay, po edhe Gjesti kishte hyrë me qëllimin që dua të ndërtoj shtëpinë time. Domethënë, secili nga ato banorët kanë patur qëllimet e tyre dhe tani nuk duhet duartrokitur një personazh se duhet të shpëton banesën. Laerti në qoftë se do të ishte sjellur më bukur dhe do të kishte pranuar fitoren e Gjestit, një djalë 24 vjeç, i cili dëshiron që të ndërtoj jetën e tij, i cili dëshiron që të ndërtoj karrierën e tij dhe ne duhet të kontribuojmë në këto personazhe në rinin tonë, sepse ajo është që ne na mungon më së shumti. Ajo është që ne çdo ditë po na ikën. Mendoj që Laerti thjesht tregoi mllefin e tij, urrejtjen e tij dhe inatin e tij që ka ndaj një djalit 24 vjeç. Se në qoftë se Gjesti është i pashkolluar dhe analfabet, po të paktën Gjesti këtë mllef, këtë urrejtje dhe atë gjuhë degraduese nuk e ka përdorur në Big Brother, por qoftë edhe jashtë saj,
ashtu si që përdorin këto me shkollë që në fakt tregojnë shkollën, por në realitet fjalët që përdorin janë shumë të ulta. Nuk e prisja nga laerti këtë qëndrim, jam befasuar, thjesht tregoj edhe një herë që nuk mund t'jetë le të themi bashkëpunëtor në një reality show, sepse ishte pak edhe jo koherent me fjalët që thonte, herë thonte që falenderoj produksionin, herë thonte që unë lash shumë gjëra jashtë dhe herë thonte që Big Brother i ndihmoi, herë thonte që nuk futem në Big Brother kur. Mendoj që ishte aq shumë i revoltuar sa që nuk e mendonte mirë se çfarë është duke thënë, sepse nuk ka gjë të keqe se e fitoi Gjesti. Top Channel ndihmoi një djalin që të ketë ngritje në ëndrrën e tij dhe ndihmoi një familje që të ketë një jetë më të bukur dhe kjo nuk është asgjë e keqe. Tiran, kam dhe një pyetje për një, po themi, deklaratë që është bërë virale, thënë nga Andrea tek ferma VIP. Nusja do bëj me një vajzë, i kam thënë që merr valigjet dhe shko tek shtëpia e nënës tënde. Ajo duket shumë ekstreme si deklaratë dhe si reagim. Ekstrem është, ne shqiptarët gjithmonë kemi thënë që djali trashëgon pasurinë, fëmijët janë njësoj, është Zoti ai i cili vendos a do të kemi djem a do të kemi vajza. Unë kam vetë 2 vajza dhe nuk mund t'i them kur gruas time që merr valigjet edhe ik, fëmijët janë bekimi i Zotit. Në një reality show siç është Ferma VIP dhe në një spektakël që ka një ndjekje të madhe, ku zakonisht ndjekësit të këtij spektaklit janë më shumë gjinia femërore, të thuash këto fjalë mendoj që është e tepërt. Tani duke njohur sensin e humorit të Andreas dhe nuk arrim do ta kuptojmë kur është serioz dhe kur bën humor, unë uroj me zemër që këtë ta ketë patur në shenjë humori apo ka qenë ndikuar i çik edhe nga provokime që bën Alba brenda dhe mund të ketë patur një prapavit tjetër kjo gjë. Por në qoftë se kjo gjë është e vërtetë është turp, ne shqiptarët duhet të kuptojmë që fëmijët janë njësoj, pa marrë parasysh a është djala, a është vajzë, fëmijët janë njësoj. Trashëgimia ka qenë më përpara të bëjmë djalë që të lëm trashëgimin të çuni, po sot në ditën në të cilën ne jetojmë dhe nga kjo që ne shohim, më shumë bekim është të kesh vajza se sa të kesh djalë. Dhe ne duhet të mbështesim vajza, sepse duke mos vënë dorë ne në vajza, duke neglizhuar ne vajzat tona, duke u ndikuar nga mentaliteti, nga kultura, nga kanuni që ka qenë në kohë, ne i çojmë vajzat drejt këtyre fenomeneve që dëgjojmë sot, ka vrarë gruan, ka rahur gruan, ka malltretuar gruan, ka arritur në përdhunim. Vajzat janë bekimi i Zotit edhe unë mendoj që në Prime-in, në të cilin do të vije për Fermën VIP, produksioni, duke qenë shumë, produksioni më pëlqen është shumë koherent i Fermës, nuk e di sa e ke parë. Mendoj që do ta vej Albanon drejt një sqarimi, këtë më falni Albano, këtë Andrea drejt një sqarimi dhe ta tregon arsyen për të cilën e ka thënë dhe le të mos bëjmë kështu ndarjesh vajza apo djalë, fëmijët janë të gjithë njësoj dhe le të japim kulturën të paktën ne si personazhe publik që vajza apo djalë është mrekulli, vajza është dhuratë e Zotit, djali është dhuratë e Zotit, të dy kanë po të njëjtën vlerë. Dhe një pyetje të fundit lidhur me Albën, është një personazh, besoj e një Albën dhe përmendet edhe ti. Ka pasur një lloj revolte në rrjet lidhur me bullizime që janë bërë asaj. Pra, sa e shikoni që Alba bullizohet aty nga personazhe të tjerë, konkurrentët e tjerë? Albën e njoh, Alba vjen nga Struga. Alba është një vajzë mrekullueshme, kam vetëm fjalë të mira për të. Pa marrë parasysh që në Fermën VIP ka përzgjedhur një rol shumë interesant. Duhet ta kuptojmë, kanë strategji. Alba ka hyrë me strategji. Alba po përdorë një strategji shumë interesante, banorët po e faktorizojnë non-stop, në Prime përflitet vetëm Alba, s'nale Alba të flas, foli Alba, do me thënë Alba po bën një lloj imitim mes Gjestit, Luizit, Eglës, dhënë ka ndjekur shumë formate të Big Brotherit dhe po ndërton një personazh të tillë. Është një personazh që do të prekën finalen, për këtë jam shumë i bindur, e shoh edhe si fituese e këtij edicioni për faktin sepse është më e forta aty brenda dhe po duron çdo gjë, çdo lloj bullizimi që po ta ndjekësh me detaje, Alba i çon vetë drejt asaj situate që ta bullizojnë, sepse ajo i çon drejt acarit, i çon drejt nervave më të mëdha dhe ato nuk përmbahen dot dhe nga acari e ofendojnë, e bullizojnë, e shajnë, e gjuajnë dhe mendoj që Alba ka një guxim, një durim të madh brenda vetes që do të arrije shumë në këtë spektakël. Ka përzgjedhur një personazh
që jashtë po komentohet, do me thënë jashtë po shikohet si gjynaqare, ndërsa brenda është një vajzë e cila po lufton çdo ditë për të arritur qëllimin e saj. Dhe nga Alba shoh që ka një qëllim për të arritur drejt finales dhe do të arrijë këtë gjë, se të paktën nga banorët të cilët janë, Alba është më e forta banore aty brenda, se të gjithë banorët e shtëpisë fokusin e kanë tek Alba. Tiron, shumë faleminderit, kënaqësi gjithmonë bisedat me ty. Të lutem, kënaqësi e përbashkët.